Pastaj mbulesa mos jetë që ju përngjan pabesimtarëve. Tesha mos jetë që ju përngjan pabesimtarëve. Si për gratë, ashtu edhe për burrat, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Kuj që përngjan një populli, ai është prej tyre. Pastaj sfida e tretë për besimtarët gjatë stinës së verës është sfida e liçenit, detit dhe përzierja mes burrave dhe grave në këto, në liçen dhe në det. Esenca e liçenit o vëllezër të detit është halal. Njeriu të shkon të freskohet në liçen, të lahet në liçen apo në det është halal. Mirë po njerëzit janë ata të cilët e bëjnë haram shkuarin në deti apo shkuarin në liçen. Pse? Nga se atje i shpalosin ato avretet e tyre. I shpalosin avretet e tyre, ndërsa mbulimi i avretit është obligim. Dhe ne kemi të ndalë, burri e ka të ndaluar të shikon burrin, avretin e burrit, e mos të flasim më për gjinin e kundërt. Dhe kështu, e kundërta, edhe gruaja ka të ndaluar të shef avretin, vendet e turshme të gruas, po ashtu mos të flasim për gjinin e kundërt. Andaj esenca është halal. Nëse ti shkon me një vend ku nuk ka haram, nuk ka fitne, nuk ekspozohen gra të zhveshura, nuk ekspozohen burra të zhveshur, atje është halal me shkuar. Nuk është ndaluar. Mirë po në pra të vende ku Allahu Azza wa Jall është i hidhruar, mos prezento atje, nga se mos harro se vera do të kalon, i nxehti do të kalon, mirë po gjunahu do të mbet dhe do të takohesh me Allahun Azza wa Jall dhe do të japish llogari për atë ditë të cilën e ke thyer urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Dhe mbani mend, Allahu Azza wa Jall thot: mos ju afroni amoralitetit. Allahu nuk tha mos bëni amoralitet, po tha mos ju afroni amoralitetit. Kjo do të thotë që Allahu Azza wa Jall ka ndaluar që ti të shikosh haram. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall që të vetmohesh me një njeri, me një grua të huaj apo me një burr të huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall prekjen e burrit të huaj apo prekjen e gruas së huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall flirtimin me gratë apo burrat e huaj. Ka ndaluar Allahu Azza wa Jall nëse njeriu pa nevojë përzihet me meshkuj apo përzihet femra me meshkuj apo përzihet mashkulli me femra pa nevojë. Këto janë që çojnë, shkaqet që çojnë në amoralitet. Allahu na ruaj. Pastaj vëllezër, sfida e katërt për besimtarin gjatë stinës së verës, sfida më e rrezikshme, sepse thamë se vera është stinë e pushimit, është kohë e pushimit, mirë po kjo nuk është pushim, nuk është pushim edhe prej fejës Allahut Azza wa Jall. Andaj shumë prej njerëzve kur vjen stina e verës e harrojnë namazin. Çdo herë i lidhin namazin, lidh dreket me qindin vazhdimisht, ose po i fal kaza. Pasi acis, edhe kur i fal kaza, pasi acis, edhe pse s'lejohet, sipas mendimit më të vërtetë që njeriu ta vonon namazin pa arsye deri në jaci, po edhe kur i fal kaza, pastaj i fal shpejt dhe përsëri bie në atë që namazi i tij nuk është i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Shumica kur janë në përpushime nuk shkojnë as në xhuma, se thot unë jam musafir. Po vëlla i dashur musliman, nëse e dëgjon ezanin, duhet shkosh ti përgjigjesh, edhe nëse je musafir. Ose shumë prej atyre në xhami gjendet në ditën e xhuma, para se me ardh koha për ta fal namazin e xumas, del prej xhamis se mos të qëndron që ta fal xuman. Pastaj vëllezër, në kohën e pushimit e harrojnë çka leximin e Kur'anit, ja kthejnë shpinën Kur'anit, e harrojnë, nuk lexojnë fare, e pastaj u ngushtohet jeta e tyre, ngushtohet shpirti i tyre, edhe pse kënaqet ndoshta në pushim, mirë po nuk ndjen lumturi në zemrën e tyre, për shkak se Allahu Azza wa Jalla i vëllezër e ka quajtur Kur'anin shpirt. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, o Muhammed, kështu ne të kemi shpallur shpirtin prej anës tonë. Allahu Azza wa Jalla quajti Kur'anin shpirt, e po si don që të gjallërohet shpirti jot nëse ti librin e Allahut Azza wa Jall e ke lënë anash, dispozitat e Kur'anit i ke lënë anash, rregullat e Kur'anit i ke lënë anash, nuk e lexon, si don që të jesh i gjallë, ti je
vetëm me trup i gjallë, mirë po në realitet me shpirt je i vdekur, nga se gjallëria e shpirtit vjen vetëm nëpërmjet praktikimit të urdhrave të Kuranit dhe leximit të Kuranit të Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari fejen e tij e mbart me vete kudo që të jetë. Allahu Azza wa Jall tha: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuro Allahun derisa të vi vdekja, nuk tha adhuro Allahun derisa të vi vera apo derisa të vi dimri.